Me intonimin e himnit të romëve, sot u hap seanca solemne për të shënuar ditën ndërkombëtare të romëve. Ceremonia u organizua për të nderuar kulturën dhe traditat e këtij komuniteti, duke bashkuar përfaqësues të pushtetit lokal dhe të institucioneve të ndryshme publike. Muhamet Toqi, një nga organizatorët e ngjarjes, nënvizoi se komuniteti rom ka rrënjë të thella që pasurojnë shtetin me kulturë dhe traditë, por pranoi se sfidat në arsim, punësim dhe mundësi të barabarta mbeten të pranishme. Golema qest një është denes, sonas, Është nder i madh që sot me ne janë përfaqësues të pushtetit lokal dhe të institucioneve, të cilët me praninë e tyre tregojnë mbështetje dhe respekt ndaj nesh si komunitet. Ju falenderojmë që qëndroni bashkë me ne dhe që kontriboni në ndërtimin e një shoqërie në të cilën të gjithë jemi ose duhet të jemi të barabartë. Komuniteti rom ka rrënjë të thella të cilët gjithnjë e pasurojnë shtetin ton me një pjesë të traditës dhe kulturës, por gjithashtu duhet të jemi të sinqertë dhe të themi se para nesh qëndrojnë edhe sfida të shumta në arsim, punësim dhe mundësi të barabarta për të krijuar një shoqëri për të gjithë. Prandaj sot nuk jemi këtu vetëm për të festuar, por jemi edhe për të kujtuar se të gjithë ne, pa marrë parasysh përkatësinë tonë etnike, jemi pjesë e së njëjtës shoqëri. Ndajmë të njëjtat vlera dhe fate për prosperitetin ton të përbashkët. Prandaj kemi përgjegjësi të përbashkët për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për të gjithë, tha Toqi. Kryetari i komunës Valbon Lemani tha se Gostivari mbetet shembulli më i bukur i bashkëjetesës me një shoqëri ku ka vend për të gjithë. Ai theksoi se komuna e Gostivarit i ka përkrahur dhe do të vazhdojë të përkrahë romët me qëllim të përmirësimit të kushteve të tyre jetësore. Komuna e Gostivarit është shembulli më i mirë se si respektohet çdo komunitet në këtë qytet. Gjithmonë ka qenë pranë romëve edhe me projekte konkrete, por edhe me aktivitete të këtilla dhe do të vazhdoj t'i trajtojë të gjithë komunitetet në të njëjtën mënyrë që asnjëri mos të ndjehet i diskriminuar. Edhe me këtë rast, Komuna e Gostivarit ndihmon shënimin e kësaj date dhe kështu do të jetë edhe në të ardhmen. Shfrytëzoj rastin që të gjithë bashkëqytetarëve tonë rom t'u uroj ditën ndërkombëtare të romëve 8 prindrit. Në këtë ceremoni u prezantua edhe një historik mbi përjardhjen dhe rrugtimin e romëve ndër vite, mënyrën e jetesës, kulturën e traditat, duke vendosur në fokus faktin se si popullat kanë qenë shumë të sfiduar, por që asnjëherë nuk janë dorëzuar, por me dinjitet kanë vazhduar rrugtimin deri më sot, duke u përpjekur të bëjnë vend më të mirë në shoqëritë ku gjenden. Përnder të kësaj feste, qyteti i Gostivarit sot ishte stolisur me flamuj rom dhe flamujt e të gjitha bashkësive etnike që e begatojnë kulturën e këtij qyteti. Ndërkaq në mbrëmje do të mbahet një ceremoni solemne me program të begat, kulturor artistik, ku të ftuar janë të gjithë qytetarët rom dhe jo vetëm.